Deri më tani 51 pacient nga të lënduarit në tragjedinë e tmerrshme në diskotekën Puls në Koçan janë dërguar për shërim jashtë vendit. Ministri i Jashtëm Tim Çomucunski shprehu mirënjohje për reagimin e shpejtë të homologëve nga rajoni. Do ovoj moment вкупно 51 македонски граѓани е испратен на лекување во следниве земји. 9 пациенти во Република Турција, 14 пациенти во Република Бугарија, 4 пациенти во Република Грција, 17 пациенти во Република Србија, 4 пациенти во Литванија транспортирани со авион обезбеден од страна на Романија, за сега 2 пациенти во Унгарија. Paralajmëroi se sot do dërgohen 6 pacientë në Austri, 4 në Sloveni, 4 në Kroaci dhe 4 në Norvegji dhe Hungari. Për ndihmë mjekësore në vend arriti ekipi mjekësor nga Çekia, ndërsa pritet edhe ekip mjekësor nga Izraeli dhe Beogradi. Bashkimi Evropian u përgjigj kërkesës së vendit tonë për aktivizimin e mekanizmit për mbrojtje civile, prej ku pritet ndihmë shtesë. Immediately reacted and offered to evacuate patients with severe burns. 9 European countries, Croatia, Greece, Romania, Slovenia, Sweden, Lithuania, Luxembourg, Hungary and Norway quickly stepped in with assistance and more assistance may follow. Ekipet mjekësore në disa spitale në Serbi, Bullgari, Greqi, Turqi, Lituani, Hungari bëjnë gjithçka që është në dorë të tyre që këta të rinj të mbijetojnë dhe të kalojnë me më pak pasoja. Informacionet nga institucionet shëndetësore të këtyre vendeve tregojnë se gjendja e tyre shëndetësore është serioze, ndjegje në mbi 28% të trupit, simptoma të dëmtimit për shkak të gazrave helmues që krijohen gjatë zjarrit. Disa kanë ndjegje në traktin e sipërm respirator për shkak të thithjes së ajrit të ngrohtë. Lëndimet janë klasifikuar si lëndime serioze dhe vdekjepruese. Në çdo vend ku janë dërguar pacient, Ministria e Jashtme ka caktuar nga një person për kontakt 24 orë për prindërit dhe pacientët. Lista e kontakteve është publikuar në faqen e ministrisë. Mucunski tha se do t'i propozojë qeverisë së shtetit përmes shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, t'i mbulojë shpenzimet për udhëtim dhe qëndrim të anëtarëve të familjarëve të pacientëve nga Maqedonia.